Prej muajit të shkuar në korridoret diplomatike të Tiranës, kanë qarkulluar sinjale për lëvizje të mëdha në kupolën e pushtetit rreth datës 25 janar. Burimet i kanë lexuar këto sinjale jo si riformatim rutin kabineti, por si zhvillime jashtë normales politike. Zhurma u përhap shpejt edhe në mjediset politike. Opozita pa strategji dhe pa informacion real, hodhi teza se Edi Rama do të rrëzojë përpara vitit të ri. Kjo narrativ u perceptua nga diplomatët si një manovër tymuese, që në fakt i shërbeu vetë Ramës për të fituar kohë. Kjo situatë i dha kryeministrit hapësirë për të menduar lëvizjet pas presionit të rritur ndërkombëtar, veçanërisht pas hetimeve të Spakut që prekën akshin dhe strukturat kyçe të pushtetit. Sipas burimeve, Rama tentoi të hapë negociata me amerikanët përmes këshilltarit të tij të vjetër, Tony Blair. Përgjigjja e Blairit ishte e ftohtë. Ai ka bërë të qartë se ishte shumë vonë. Këshilla i kishte ardhur më herët dhe nuk e kishte ndjekur. Në vitin 2024, kur sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i kërkoi Ramës të përgatiste largimin, Blair i sugjeroi një plan të butë tranzicioni. Plani parashikonte dy opsione, ose mos kandidimin për një mandat të katërt në zgjedhjet e 2025-s, ose ndarjen e mandatit në mes, me dorëzim të pushtetit pas 2 vitesh dhe emërim të qartë të pasardhësit. Rama injoroi të dyja. Sinjalet diplomatike u bën edhe më të qarta në samitin e Tiranës, pak ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit. Kancelari gjerman Friedrich Merz i bëri Ramës shenjën e 4 gishtave. Nuk ishte lapsus, ishte mesazh politik për një anomali pushteti që duhej zgjidhur. Kokëforcia e Ramës e shtyu situatën drejt fazës së presionit të hapur. Karrota u konsumua, sot mbetet vetëm shkopi. Çdo manovër kozmetike, çdo riformatim fasade, vetëm sa mund ta përshpejtoj fundin politik. Edhe tentativa për ta shpërqendruar vëmendjen me turin promovues të Lea Ypit nuk prodhoi efekt. Burimet diplomatike flasin qartë për pritshmëri të një lëvizjeje serioze dhe sjellje europiane, jo autoritare. Sipas informacioneve, diskutohen 2 skenar për datën 25 janar, ose largimi i menjëhershëm dhe krijimi i një kabineti kujdestar socialist, me figurë konsensuale, ose shpallje zyrtare e largimit përfundimtar. Në këtë kuadër, përmenden edhe takime me Pandeli Majkon, si mundësi për një rol tranzitor në funksion të mbylljes së ciklit të Edi Ramës.